Me qëllim rritjen e sigurisë rrugore në aksin Korç-Lumalas, ka nisur punimet për krahasitjen dhe largimin e pemëve, që për shkak të amortizimit apo pozicionit të tyre, paraqesin rrezik për përdoruesit e rrugës. Kjo ndërhyrje synon të parandalojë incidentet e mundshme nga rrëzimi i pemëve apo edhe degëve në Karexhat, veçanërisht gjatë kushteve të pafavorshme atmosferike. Banorët e zonës e kanë vlerësuar si të domosdoshme këtë ndërhyrje, duke theksuar se disa prej pemëve përbënin rrezik të vazhdueshëm për kalimtarët dhe drejtuesit e mjeteve, duke kujtuar dhe një episod të ndodhur më parë, kur një plep u rrëzua si pasojë e motit të keq, por për fat të mirë nuk pati pasoja në njerëz apo dëme materiale. Ju duket ky punë e pasre, shumë punë e mirë, këtë desh ta bënte bashkia më përpara se ju kemi thënë. Sillnin probleme në dukshmërinë e rrugës? Çfarë shqetësime ju sillni? Dukshmërinë e rrugës se kishte rrezik, thyeshin e bënin aksidente në makinat e. Shpatu raste që të binin në rrugë degët, po themi në një motë me erë apo plepi komplet. Edhe ka ardhur policia e ka prerë gjatë natës e ka hapur rrugën. Po vetëm që s'ka bërë aksident. Punimet po kryen si bashkëpunim i ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë Korç dhe Drejtorisë së Rajonit Qendërlindje, me qëllim krijimin e një infrastrukture më të sigurt dhe funksionale, duke kontribuar në mbarvajtjen e qarkullimit dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes gjatë kalimit në zonat ku po zhvillohen punimet.